Shikues të dashur, mirë se takojmë edhe sante në këtë net për neteve të bekuara të Ramazanit. Heshtësisë Ramazanit ja shtojmë edhe mysafirët tanë, të cilët në vazhdimsi trajtojmë bashkë me ta temat të cilat janë në interes të veçantë për ne si individ dhe për ne si shoqëri. Sonte kam nderin dhe kënaqësinë që ta kem një mysafir prej mysafirëve të veçantë gjatë këtij rrugtimit ton të përbashkët. Ai është hoxha i nderuar Mulla Doktor Zakria Bajrami. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Kënaqësi që të kemi në studio, luzotë ma t'ju shpërblej për mundin dhe për rrugën cilën e keni bërë. Ju faleminderit për ftesën, Zoti ju shpërbleft për punën që bëni. Allah ju shpërblet, hoxh. Hoxh, dua ta filloj kështu. Islami është një sistem i jetës, i cili ka rregulluar të gjitha dimensionet që njeriu i nevojitën në jetën e kësaj bote, për ta fituar pastaj edhe botën tjetër. Zakonisht çështja e besimit shpesh herë nënkupton se ka të bëjë vetëm me çështën e relacionit të njeriu me Zotin e tij. Por ne shohim në Islam se ajo e tejkalon edhe këtë dimension duke qenë më gjithëpërfshirës. E madje një nga çështjet e rëndësishme që Islami i ka kushtuar kujdes është edhe çështja e moralit. Si e përkufizon Islami moralin? Çfarë vlerë dhe rëndësie jep? Dhe është kjo çështje individuale apo dobia e tij e tejkalon individualitetin e njeriu dhe tejkalon në çështje shoqërore? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdi dhe falënderimi, lutje dhe adhurimi takojnë vetëm Zot të pashoqë për Allahu dhul xhelal, ndërsa salatet, selamet tona ja kushtojmë edukatorit ton, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kur bëhet fjalë për moralin, morali është përmendur në Kur'an, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu dhul xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një dekret vetëm për çështjen e moralit. Kur është në pyetje dija, i ka thonë wa kur rabbi zidni ilma. Thuaj o Zot, më shto diturinë. Domethënë gjithmonë dituria nuk ka fund. Ndërsa kur është në pyetje çështje moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga sa atë kemi model, atë kemi örnek. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju në të dërguarin e Allahut keni modelin më të mirë, örnekun më të mirë. Dhe Allahu dhul xhelal i thot wa innaka la'ala khuluqin adhim. Wa innaka nuni mushaddad edim të gjithë, nuni mushaddad do të thot me shumë vërtetuar se ti ke një moral të ngritur, një moral të lartë. Dhe morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ai të cilin e ka përshkruar Aisha radhiyallahu anha kur e kanë pyet o nënë muslimanëve na përshkruaj si ka qenë morali i pejgamberit, ka thonë kana khuluquhu al-Quran. Ka qenë morali, etika, edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani. Që të thot me atë ka qenë Kur'ani, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një Kur'an i gjallë i cili ka ecur në për njerëz. Do të ta shohësh Kur'anin, shife Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të kesh moral të ngritur dhe të jesh i moralshëm, shife moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjelljen e tij në çdo aspekt të jetës së tij. Në momente të vështira, në momente të gëzimit, në momente të hidhrimit, në luftë, në paqë, në morali i tij ka qenë i lartë pra. Andaj ne si musliman kemi përgjegjësi që t'i kushtojmë shumë kujdes moralit dhe thot sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan wal haya'u shu'batun min al-iman. Imani është 70 pjesë. Nga të gjitha ato e ka përmend turpin. Nga të gjitha ato ka wal haya'u min al iman. Pse e ka përsërit? Pse e ka veçuar të na bëjmë me dije se pa to nuk ban. Pa moral, njeri që nuk turprohet, illam tastahi fasna mashit. Nëse s'ke turp bën që të duash, subhanallah. Pra morali është ai i cili e mban njeriu dhe pyetja është morali, etika nuk është një gjë që ka të bëjë vetëm unë me Zotin tim, por morali duhet të tregohet në raport me njerëzit, të jemi moralshëm me njerëzit dhe morali siguron një shoqëri, formon një shoqëri, formon një xhamat, një rinj,
krejt në bazë ato moralit. Nëse nuk ka moral, ati s'mbetet kur gjë. Nëse nuk ka moral, nuk vlen as namazi. Nëse nuk ka moral, as agjerimi. Pra morali është pika e parë e të gjitha, ju prin të gjitha veprave të mirë. Sigurisht kjo ngritje e moralit në këtë nivel ka qenë në vetëdijen e secilit therrës, secilit hoxh, në trajtimet e tyre, në mësimet e tyre që ua kanë përcjell xhamatet. Unë nëse më lejon do të ndalem pak tek një kujtesë imja e hershme. Andaj edhe thash në fillim se kam kënaqësinë që kemi sonde në studio. Më kujtohet se je nga hoxhallarët të cilët e keni bagazh të gjerë të thirrjes edhe të këshillimit të këtij populli. Madje ndoshta prej aty në inovatorëve të parë të përcjelljes së këtyre mësimeve edhe përmes mjeteve të asoj kohe. I kujtoj disa video të cilat në atë hapësirën rreth teje ishin në radio të mbushura, të cilat i incizonin fjalimet edhe ligjëratat e juaja. E sigurisht se njëra nga thelbet e këtyre tematikave ka qenë edhe çështja e moralit, edhe çështja e edukatës, edhe e orientimit të duhur tek këtij populli. Sa kanë ndiku këto mësime në orientimin e duhur të popullit, në rujtjen e moralit tek shqiptarët, tek populli unë, këto mësime të cilat janë përcjell nga hoxhallarët deri te ju, pastaj ata që ishin para jush, e deri në atje ku mund të mrihet historia. Elhamdulillah që Allahu Dhul Gjelal nuk e humb mundin e askujt. Rezultati ka gjasa të vonon, por të humbet jo. Po në këtë rast edhe nuk është vanu se ne kemi parë në përditshmëri kur kemi fillu me ligjëratat tona në ato vitet e hershme, edhe pse ishte sistemi krejt ndryshe, megjithato mundësit ishin të ingjizohet me kaseta, me kasetofona. Kur jemi këtu më kujtohet se disa nga përgjegjësit e xhamisë ku unë ligjërojsha për ato generata e vjetër, sipas atyre nuk lejoheshte fjalët e Zotit, Kuranin, feja me hin kasetofon. Kështu ishte, Allah ishte problem me një të mirë, saqë ndonjëherë te deri xhamisë kur i shifshin fëmijë të rinj me kasetofon i ktheshin prapë. Derisa erdhëm në një gjuhë të përbashkët, derisa u binden ata. Jo, nuk bën feja të hinje kështu, tamam ajo mendimet e tyre, po ka qenë qëllimi i mirë, innamal a'malu binniyat, Allahu i vlerëson veprat, po në sipas qëllimit, sipas niyeti i tyre ka qenë i pastër, po gabimi ka qenë se nuk mundet, për ndryshe ajo ka ndihmu shumë. Dhe mbaj mend në ato ingjizime siç thatë ju, nuk kishte vend rreth qyrësisë ku të vendosen ato kasetofonat, edhe me shumë kënaqësi i mirshin, shku për udhë, i lëshojshin, dëgjojshin njerëzit për udhë te shtëpia, tani filluan të shumojnë etj asaj që me fjalë tjera ato fjalët e mira kanë ndikuar me të madhe. Kështu, si të them, faza është pa që vetëm kanë ndikuar dhe nuk ka shku gjën heba e menthura. Te Allahu Dhul Gjelal nuk ka që të shkon puna e dikujt e kot, edhe elhamdulillah ka tregu rezultat, ka tregu sukses, sidomos në rini, që është formua ajo rini në bazat të fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit. Na nuk kemi thonë kur gjën për anës tonë, përveç që ne kemi qenë transmetues, hoxhallarët janë përcjellës të asaj, të atij bagazhit të madh, të atij bereqetit të madh që Allahu Dhul Gjelal na ka lënë Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit, gjithashtu edhe diturinë e dietarëve të mirëfillt që ky ummet i ka patur. Kur flasim për moralin, normalisht e dim që është një term i cili përfshin shumë aspekte. Të raporteve ndërnjerëzore, në shitblerjen, në tregti, në familje, në hecje, madje në rrugë, madje përmendet i hadithin e turpit, madje në hadith tjetër pejgamberi më thotë edhe largimi i një pengese nga rruga që tregon një edukatë morale është pjesë e imanit tek kështu me radhë. Megjithatë ne shohim se gjatë historisë rënimi i moralit zakonisht është tentuar që të goditet një nga pikat më të forta e cila e mban moralin, e që ajo është nëna, gruaja, vajza.
duke e tjetërsu rolin e saj, duke e ndru rolin e saj, duke përdor madje shpesh herë edhe për qëllime shumë të ulta kështu me radhë. Si e vlerëson Islami gruan? Çfarë pozite jep asaj që ta kuptojmë se përmes ruajtjes së saj dhe vlerësimit që Zoti i ka bë, ne pastaj arrim ta ruajmë edhe moralin. Po, me të madhe, aty është probleft, me të madhe është luftu Islami nëpërmes të akuzës se Islami femrës nuk i ka dhënë të drejtë, e ka kufizu, e ka keq trajtu, dhe synimi në atë kohë, tash është ashpërsu edhe më tepër, por në atë kohë fillimi i luftës nga komunizmi drejtuar Islamit ka qenë thuja sulmi nëpërmes të rinisë edhe të gjinisë femrore, me të madhe. Kështu që ato pikat kryesore, synimi ka qenë rinin me tërhek nga udhëzimi islam dhe me akuzu Islamin se femrën e ka burgos, femrën e ka mbulu, femrën e ka bo kështu. Mirë po, nuk ja kanë bo balë me Islamin, s'mund t'ja bëj askush balë me Islamin, ta luftoj Islamin, dhe pse punohet në atë drejtim, na e dini një rast një prej masanëve të mëdhej ka thonë, në doni të shkatroni Islamin, apo një popull, filloni prej të gruaja, të nana. Ajo mos ndjehet krenare se është nana. Jo, roli i nanës. Pse nana është baza e familjes dhe baza e moralit të fëmijëve. Fëmija çka shef nanën edhe babën, çato e merr. Prandaj thuhet një fjalë, nuk merret mësimi nga veshi, por nga syni. Nga veshi do të thotë fjalë, fol, jo. Merret nga ajo që shef. Ibn Khalduni, rahimahullah, sociologu i parë, e kanë pyet si duhet t'i edukojmë fëmijët. Ka thonë jo, lini fëmijët. Edukohuni ju, dhe fëmijët dhe vinë në gjurmët e juaja dhe sistematikisht ato edukohen, dhe më thënë nëpërmes të edukatës. Me këtë nuk do të thotë që me të lihen fëmijët të mos edukohen, po ai ka dhënë prioritet së pari ne të jemi të edukuar. Edhe kur jemi të gruaja, ka rolin kyç, rolin të madh, rolin më të madh e ka në ndikimin e edukatës dhe moralit të fëmijëve, ka sa ajo është mësuesja e parë e tyre. Kur flasim për gruan, pozitën e saj, zakonisht janë disa gjëra ku ndoshta duken shumë të thjeshta në pamje, për shembull, mirë po përmes tyne synohet në diçka e madhe. Po luftimi i mbulesës, si një mburojë, edhe një vlerësim, edhe një ngritje se Zoti ka bë femrën për mesaj, është luftu historikisht dhe luftohet në vazhdimsi. A synohet që përmes humbjes se po themi vlerësimit të mbulesës të arrihet më lehtë deri te rënimi pastaj i vetë personalitetit të femrës? Po, ati fillon prej të mbulesa, ne nuk themi se nëse nuk është mbuluar, nuk është e moralshme. Mund të jetë shumë e moralshme, por ne kemi fjalën se ata duan ta fillojnë luftën prej të mbulesa. Ne flasim se ata armiqt, islamofobët, mundohen ta fillojnë prej të mbulesa, por nuk e kanë arritur, se ne fal Zotit, elhamdulillah, që ne kemi shumë motra muslimane, shqiptare, që ndoshta nuk e kanë mbulesën, po ja që moralin e kanë të lartë, dhe kështu që nuk do të thotë se ata e kanë luftu, ose e kanë arrit qëllimi, por sipas tyre, t'ja fillojmë ne te mbulesa. Mbulesa është një armë e cila e mbron femrën dhe ndjehet më e sigurt. Unë rast e përmendin, inshallah nuk o tepër, isha njëherë në Austri, në Vjenë, me një vllatimin, në metro. Na ishim nga njëna onë, dy karrika, ande në tonë ishtin dy karrika, po njëna një vajzë, një motër muslimane, e mbuluar shumë bukur, edhe lexonte një libër, ai sigurisht ishte studente, ai ishte kadritarja. Karrika tjetër ishte e lirë. Një austriak mbahet, nuk ulet. Edhe dikur ajo i thot, kur e pa ushtim pak, tha ule, urdhnoni. Tha, mund të ulem? Po, tha, pse jo uleni? Ula i kështu pak rri larg edhe e falenderon pse e ka liru vendin kurse vendi ishte i lirë. Edhe më la shumë përshtypja jo. Vetëm pse e pa në ashtu,
shumë serioze, me mbulesë, për ndryshe ai do të ullishte. Mirë po, kush e respekton veten, e respektojnë edhe të tjerët. Se nëse nuk e respekton veten, nuk respektojnë edhe të tjerët. Larg asaj që ne themi se ata që nuk janë të mbuluara nuk duhet të respektohen, janë të moralshme, të gjitha, mirë po, fjala jonë është të huaj, armiqtë e Islamit fillojnë prej të mbulesë. U do dalim të një çështje, mendoj ju e keni mbri pa dilem, madje edhe one, sepse ndoshta pak më i rinë mosh, pak më i rinë mosh, e kam rri atë kohë. Çështja e traditave tona të cilat kanë qenë në përputhje të plot me mësimet e fesë. Për shembull, ndarja në qëndrim burra grad, oda e burrave, vendi i çfarë ndërlidhje kanë këto tradita tona të cilat kanë qenë me mësimet e fesë dhe sa janë ushqy këto tradita të mira, të duhura, sa kanë rujt këto moralin edhe familjen? Elhamdulillah, mashallah, generatët e kaluara tonë shumë ka qenë të kujdesshëm, shumë ka qenë preciz për ruajtjen e moralit, e të nderit, e sa që kanë ardhur në një shkallë që ndoshta është i vetmi popull që kanë pas oda të burrave dhe nuk ka qenë tradit me ndejt burra e gra së bashku. Ama jemi tonët, anibe më e sigurt, burrat kanë folë lirë, kanë bo muhabetet e veta, gratë kanë qenë më të lira, unë bile shumë herë thëmë për të darsmat e përzjera, unë thëmë, femra duhet proteston për darsmën e përzirë, burra e gra. Femrat duhet protestojnë. Pse? Se nuk janë të lira, nuk është e një, sikur kur janë vetëm femra në darsëm, për shembull, a vallëzojnë, a rshqet dë një, a kollitet dë një, janë të lira vetëm femra. Kur ka meshkuj, janë më të rezervuara edhe normal që jo rahat. Prandaj, ata të parët tonë, ata shqiptarët tonë të parë, zoti shpërblet për ata që edhe kanë pranu Islamin, po ka qenë shumë kujdesshëm në këtë çështje. Këtë nuk e kanë bërë ato se kanë dyshu diçka, por e kanë bërë për të qenë më të qetë, më rahat. Dhe të tingëllon shumë bukur ajo fjale dhamat e burrave, odat e burrave. Po atëherë ka pas burra dhe ka pas oda. Dhe tash ka burra, po oda s'ka. Duhet t'i kthejmë odat e burrave. Duhet të kthejmë, mendoj duhet të kthejmë edhe tash problemi i këtyre qëndrimeve të përbashkëta është bë sfidë, është bë një lloj mosibeti, madje edhe në biseda, edhe në trajtime të çështjeve, madje s'ka më as trajtime të serioze as të çështjeve të burrave, gratë të çështjeve të tyre e kështu me radhë. Andaj po shpresojmë, po lutemi që këto të jenë mesazhet cilat na kthejnë me që po kërkojnë që të kthehemi në traditë. Po kjo është tradita. Të kthehemi në traditë. Në Islamin tradicional. Dikush don të kthehet në traditë, më shumë më vjen ai kur thotë në disa kur thonë ne e dojmë Islamin e para luftës. E pse e kërkon Islamin e para luftës? Se s'ka pas rini në përxhamia, rini musliman ka pas plot. Ma kanë agjëruar, po s'ka qenë kështu rinia, edhe të shkolluar, edhe të udhëzuar, edhe të shkolluar edhe aktiv në fe, e dojnë qashtu, ata si kujtojnë, por nuk është ajo tradita jonë. Tradita jonë është ajo që ka pas çdo gjë në aspektin e jetës të familjes, e kështu ka qenë pozitive. Më kujtohen disa trajtime tua të kahershme, për trajtimeve cilat madje i mbajnë mend mirë shumë prej tyne rëndësia e madhe që është dhënë çështjes së martesës së duhur, martesës me kohë, martesës me rregullat të cilat i parasheh Islami si një lloj garance e rujtjes së familjes e pastaj edhe të shoqërisë. Çka kishë mujt me na thonë domthonë në aspektin e kësaj rëndësie dhe kësaj vlere që sot domthonë fatkeqësisht është zbej, ne përmenëm pak ndoshta çështjen e dasmës, është një aspekt i caktuar, por janë edhe shumë çështje tjera që i paraprin kësaj të cilat kanë devijuar nga baza, qoftë ajo tradicionale, qoftë ajo mësimeve fetare. Atëherë kur ka qenë familja ka patur një krye familjar,
Dhe kryefamiljari ka vendos për familje, jo në mënyrë diktatore, jo me diktaturë, me presion, por i ndëgju fjala ati. Edhe ka thonë baba, djalin do ta martojmë, pik, vajzën do ta martojmë, u kry. Edhe ka qenë jetë e begat edhe nuk ka pasur kështu trazira, edhe pse ka qenë martesa në përmes të mësitnive, që tash e quajnë mbrapambetje, me i thonë dikujt një vajzë se është feju me mësit, pas ka mbet mrapa, ajo ka qenë në përmes të mësitnive, duke pytur, si thojmë të ne holle gjatë, preardhjen e familjes, preardhjen e gjysheve, janë situr, apo janë zgjedhur, çështja ka qenë e suksesshme. Dhe në ato raste nuk janë dëgju këtë ndarjet bashkëshortore, si që është botash harakiri, ajo ka qenë ai bereqeti, prandaj vazhdon ajo të jetë e preferuar që rinia të martohen sa më herët. Martesa në rini është e begat. Me syqelsi, kuptohet, jo me eufori, por me syqelsi, ati ka bereqet, ati ku ka moral, ka turp, ati ka dhe sukses. Ama mesazhi është që rinia të mos e banoj martesën, dy gjininte, sidomos gjinia femrore. Unë pa ta lexu prej dikujt, stakfirullah, ku e pyet njëri, thotë, si e shihni ju, cila moshë më e preferuar për martesë, sipas juve, ndonjë njerëmi. Edhe ai thot për femrat prej 33 vjet, për meshkujt prej 38 vjet. Ki do me qel azil për pleçta, çka do me bo me këtë. Në Islam është ndaluar vonesa, nuk është e preferuar vonesa e martesës. Pa marrë parasysh kushtet. Ndonjëherë edhe prindet gabojnë, jo do ta martojmë, po ta bëjmë edhe një shtëpi, ta bëjmë edhe një dyqan, ta bëjmë, përgatitemi darsmën, ta bëjmë kështu me arin, ta bëjmë. Janë të kota të gjitha të bereqeti është me martesë. Janë martu muslimanët e vërtet me subhanallah, janë martu ato muslimanët bijet e muslimanëve me dhurate, kanë pas një sejade. Subhanallah. Kështu që martesa preferohet tjese sa më e hershme, edhe normal me syqel që mos shkelet të ne thojmë në dras të kalbë. Andaj edhe e ka vlerësu Islami shumë çështjen e prindit. Edhe e ka bo kusht marrën e lejes tina, për shkak se ai shiqon ndoshta me tjetër, nuk shiqon me ato ndjenjat e... Po, mirë, po, ja këtu bëjmë një dallim në mes të kanunit të lekës, që shumë prej shqiptarëve i përmbahen, duke menduar se është punë feje. Për shembull, te na ka qenë martesa e vajzës vajza nuk është përfill. Në përzgjedhje. Jo, nuk është përfill. Në kanunin e lek, Dukagjinit, citon, thot, vajza shqiptare nuk ka të drejtë të zgjedhje për martesë. Po, vajza shqiptare nuk ka të drejtë të zgjedhje. E kush e bën ata? Prindërt. Në mungesë të prindërve, vëllezrit. Në mungesë të vëllezërve kalon autorizimit të kusherind. Vetëm ajo jo. Jo. Kur është në shekullin e fillim shekullit 20, kur ka qenë ai. Kurse nëse i kthehemi Islamit, në shekullin e 7, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngrihet një vajzë në xhami, edhe thot, ja Rasulullah, babi im don të më marton me një person që unë nuk pajtohem. A ka të drejtë? Ka thënë jo. Me të detyru nuk ka të drejtë, ama ti ke obligim të konsultohesh. Konsultim. Tjetër është konsultim, tjetër është detyrim. Imponim. Imponim, Allah. Imponim jo, ama konsultim, pra kishim thonë nga shpirti, nga zemra, fëmijëve, trive, treve tona, që të mos gabojnë pa konsultimin e prindërve, dhe prindet të mos i imponojnë që s'mos i kanë edhe gjasat, se ka dalë prej dore. Kjo se ajo ashpërsia që ka qenë që vajza nuk është pyetur për martesë, nuk është përfill, tash është kthy bumerang, tash bëhet e keqe që fëmijët nuk konsultohen me prindet. As ajo nuk është në rregull as kjo. Prindet duhet konsultohen me fëmijët, me urtësi, aty nuk është turp, nuk është marrë të konsultohet vajza shqiptare me prindet për ardhmërinë e saj.
edhe ato të konsultohen, edhe aty ka bereqet, aty ka sukses. Po do dal pak jashtë kësaj çështje, pse sigurisht se kjo e ka një rëndësi të veçantë. Ne sot shohim përmbysje të shumë kuptimeve. Dhe njëra nga këto përmbysje është edhe përpjekja që me i ndru pozicionin e vëgjerave, të mirave, me thonë e keqe, e keqes me thonë e mirë, dhe këtë kanë arritë me e bën me një lloj, me një mënyrë shumë perfide, edhe shumë të fshehtë, me mjeshtri duke ja ndru emërtimet gjerave. Po. Për shembull, zinas duke i thënë dashuri, festave të ndryshme duke i quajtur party, ku po dijon emërtimet të cilat në pamjet e parë duken shumë tërheqëse. Alkoolit, e din që i thon alkoolit? Ujtrimash. Ujtrimash. Ujtrimash, alkooli, ujtrimash. Para mendo, trimnia pas ka mbet, do bëhet budall. Ujtrimash. Andaj Islami domthon a e shef emërtimet apo e shef esencën e Islami e shef esencën e mirë, është e mirë dhe t'i thuhet e mirë. E keqe është e keqe dhe t'i thuhet e keqe. Ndrimi i këtyre, për shembull kamatës i thon fajde. A fajde arabisht do të thonë dobi. Ky është ndrimi i gjërave, i emrave. Për Islami nuk merret me emrat, merret me esencën. Kamata është ndaluar, është haram, thuja alkooli është haram, është ndaluar dhe në parim ne si muslimanë kemi një gjë edhe muslimanët edhe muslimanët se çdo çështje që Allahu dhul xhelal e obligon, e urdhëron, ajo është në dobinë tonë. Çdo çështje, çdo gjësendi që Allahu dhul xhelal e ndalon, aty s'ka diskutim, ajo është e dëmshme. Kjo është parimi edhe u krijet, s'ka nevojë të vëmë emra, ndroja emrat sa dush, ajo është ajo. Vjedhjes korrupsion pak ma lehtë, pak ma rishfetit hedije. Po. Hoz po ka kaluar për sfida të ndryshme në për telashe, probleme të natyrave të ndryshme. A mund të konstatojmë se rujtja dhe kultivimi i vlerave islame, moralit, edukatës dhe asaj që ka dalë si rezultat i këtyre parimeve e ka rujt stabilitetin e këtij populli? Me të madhe e ka rujt nga shfrenimi, nga shkatërimi, dhe aq sa jemi ne praktikant të fesë, elhamdulillah, aq sa jemi, duhet të jemi dhe më shumë, po me aq sa jemi, kemi dallim nga popujt e pa fesë. Rinia jo nuk është shumë praktikante, për shembull, mirë po, ja që nuk është tradit të muslimanët në përgjithësi, nuk është tradit vetvrasja. Kurse në botën e përparuar, në thojza, është vetvrasja. Pse atje nuk ka ndjenja të jetës, nuk ka frikë të Zotit, nuk ka ato edhe. Kjo pra e ka mbrojtur popullin musliman, e sidomos popullin shqiptar. Njëra nga to. Njëra nga to. Na përshojmë sot në këtë ndryshimin e madh, madje janë cenu edhe çështjet më bazike, për shembull respekti ndaj prindit, dhe ne shohim ato të cilën se di nga Maqedonia atje si është situata, po këndej nga ne ka nis të bëhet një nga shqetësimet e mëdha, braktisja e prindve, qurja atyre në vendet e plezhve kështu me radhë. Por kemi nevojë në rikthimin edhe njëherë fuqishëm të këtyre normave dhe këtyre parimeve? Po normal, këtu i kemi dy baza. E para, fetarisht, duhet të shohim fetarisht se sa vlerë ka mbikëqyrja e prindërve, shërbimi i prindërve, afrimi tek prindet, me pas prindët me vete, mes me i largu, fetarisht. Në aspektin kombëtarisht, unë mbaj mend se shqiptarët, mos flasim për Kosovë, ka qenë ma prezente, po mbaj mend të ne, s'ke pati fëmija të dahet prej prindit, se u ka martu, ose unë mbaj mend familje, 3 vëllezër kanë qenë, kanë ndetur me një vend zbashku, njërsa çdo njëri ka martu, ka një fëmijë, kanë jetu zbashku, edhe ka patur bereqet, ka patur respekt, edhe mingja dhe baba nuk janë dallu, ka thonë mingja si kur ka thonë baba, tash as baba, as mingja, as daja, as më i madhi.
Kjo është që ne t'i rikthehemi, a thojnë pra t'i kthehemi traditës tonë? Urdhoni. Që, ku është tradita jonë? S'ka qenë tradita jonë me marrë babën me qunë në shtëpi të pleqve. S'ka qenë tradit. Unë nuk e di kur thonë ato t'i kthehemi traditës tonë. Çka nën kupton? Cilës tradit? Traditës së mbulesës? Unë pa ta thonë njëre kur votu në parlament, nuk e di çfarë, po ta thonë, po të gjitha ato që votojnë kundra mbulesës, nënat i kanë pas të mbuluara. Mos thëm gratë, ndoshta, po nënat, gjyshet i kanë pas të mbuluara. Ne kemi disa foto të vjetra kur dalin shohim, si kanë gjenë nënat tonë. E ajo është tradita jo. Ajo tradita. Po ju ofroj me fundet, por po kam dëshirë edhe një çështje shumë e rëndësishme me cik. Jo rrallë herë është ai perceptimi i gabueshëm edhe një lloj paragjykimi ndaj islamit, ndaj muslimanëve kështu me radhë. A mund të garantojmë se një besimtar i moralshëm në bazë të parimeve edhe mësimeve të islamit, se thot populli vendose ku dush se ai do të jetë i dobishëm, për shkak se ne sot kemi në shumë struktura shoqërore, udhëhecë, intelektuale, që kemi këto mangësi të këtyre moraleve. Pra, kemi nevojë që kësaj shoqërie t'ia japim këta njerëz dhe shoqëria të mos friksohet nga njerëzit fetar përkundrazi të mirëpret ata. Po kjo është ajo hutia që njerëzit friksohen prej njerëzve të fejes. Ka një lloj rezerve, të them, mos them një lloj urrëtie. Duhet t'i kthehemi atij që ai është i moralshëm, është fetar, është praktikant i fesë. Së paku njeri që beson Zotin duhet jetë i besueshëm edhe ndaj njerëzve. Ne nuk pretendojmë se mos si tosh musliman edhe është melek, është angjëll, jo, gabojnë të gjithë, kullu ibn Adem khata. Të gjithë njerëzit gabojnë, por ai që është me feje, ai që ka moral, që ka turp, është më i dobishëm dhe më pak i dëmshëm se sa njëri që është pa kufim, pa moral, pa vetëm e ndjek këndjen e tij, epshin e tij, interesin e tij, populli lërrim mrapa. Mirë po këtu është edhe një lëshim i joni se ka një fjalë të urtë, nëse nuk urdhënoni në të mirë dhe nuk i ndaloni nga e keqja, do vinë ata, do të vandalin të mirën, do t'ju urdhënojnë në të keq. Atëherë do të vinë. Andaj po mundohem edhe ne që të paktën të hapim këto mësime. Për fond krejt, duke të falendëruar shumë për prezencën, kisha pas dëshirë një mesazh të përgjithshëm, edhe në bazë të mësimeve, edhe në bazë të përvojës se si i ke gjetë këto mësime kur janë praktikuar, që ne sot ta kemi një busoll të orientimit, sidomos në kohën ku po jetojmë, para shumë sfidave edhe para shumë të lasheve. Mesazhi është që sidomos rinia jonë ta ketë parasysh se ardhmëria është e Islamit, shpëtimi është në Islam, përparimi, ardhmëria të gjitha janë në Islam, jo pse ne jemi musliman, po besoj që ai që hinë lexon Kur'anin, edhe ato besoj që rinia hasin në këto lajme që do të them, se njerëz që kanë hi ta lexojnë Kur'anin me qëllim që të kenë baza argumente për ta kritikuar, në fund kanë përfunduar në Islam. Kjo është Islam. Kanë filluar ta studiojnë, ani bën ta studiojnë, ama ki e ka qëllimin e keq. Hajse në fund rezultati del pozitiv. Pse Islami është i tillë, është fjala e Allahut dhul xhelal. Kur do t'i bëj ballë fjalës. Pra mesazhi është me ju kthy Islamit në tërësi, në besim, në bindje, në moral, në raport me njerëzit, edhe në raport me Zotin. Allah shpërblet, hoqë. Inshallah. Do të nëroftë, shpërblet për mundën. Allah shpërblet. Shikues të dashur, Islami është moral dhe morali i plot i përshtatet plotësisht Islamit. Islami është ai i cili me mësimet dhe udhëzimet e tij e ka ruajtur individin, e ruan sot dhe në të ardhmen. Është ai i cili ka dhënë stabilitet kësaj shoqërie dhe shpresojmë dhe lutemi që të na udhëheq drejt të ardhmes. Deri në takimin tjetër, Allahu subhanahu wa taala i pas mëshirën e rahmetin e tij.